Haleluja. Një këngë shumë do me thënë se rruga që ti do të ndjekësh, rruga e vështirë për momentin, por është e drejtë, është e përsosur, jep shpërblimin. Sepse ajo rrugë që është e mirë, e ngushtë, do vinë disa mundime për na provuar zemrat tona, nëse do mbajmë urdhrimet e ligjit të Tij. Në kryq qëndruam, rruga u nda në dy, ti zgjodhesh tekun e të parve tanë. Unë të shikova me zemër të copëtuar, por nuk mund të ecja aty ku e vërteta mungon. Me dhimbje në kraharor dhe lot në sy, zgjodha rrugën e ngushtë të shon te i larti. Dhe i larti vetëm. A një zgjidhje, a një vendimarrje që ti do të besosh në emër të Jashuas. Mendo për një moment, atje ku shkelet ligjit ti, dëgjohet Adonai, dëgjohet Zoti Jahve. Mendore dhe reflektoj për një moment. Sepse atje është utësia në atë parë në zemrat tona. Për të ditur vetëjen që kemi kundra mëkatit, shkelive të ligjit që nuk do të ndodhin. Na di për jetë. A do jetë zgjidhja tënde një ditë, të lesh altarët e zjarrit pagane të ecërve tënd. Kjo është pyetja për motë shqiptar, sepse në ato kohë jemi. Fizikisht e vetë, me rërë në kënd, por qëlli më rrethone në gjetë e ti pran, pa familje pran, por prani e ti e ëmbël, më i lartë i dhe ushtrit, për ore, janë gjithë shka që ka. Hati biri. Rrugën e të në qonë vetëm. Dhe vazhdozim shirë si Abraham i dikur, largë njështrave të gjakut e cinë Udën tënde. Se shpirti më dhem për ata që lash pas, të bindem ti Adonai. Ti Je jeta ime për jetën. Nuk kam më tjetër o Adin. Kjo është rruga e vërteta dhe jeta. Ti je jeta ime, ti je forca ime, ti je kështjella ime, mbështjellja ime në ditën kur të thëras. Udhët tënde ka mirësi, në urdhrimet tënde janë rrugët e vërteta, ligjit tënd i përsosur. Si mu të largohemi? Lavdi për jetë që në hape sytë e mendjes o atë. Që të ecim në këtë betejë, sepse ti je gjithmonë me ne, e ti që lufton kundra armiqve tanë, kundra çdo manipulimi të fuqive, principatave, pushteteve që ngrihet kundra, për ta manipuluar në njerë, për ta shmes vonë. Vjet vonë për ty vër motë në jetën tënde. Ku do ta marrësh ti atë vendimarrje? Ku do ta marrësh ti të shtuti shkelet e ligjit? Festat pagane, zjarrit e altarëve të ejtërve tënë. Armiku më rrethoj qarkullon rrotull, por unë nuk druaj zëri Ytë është i fort. Ti shkon para meje, Lam ti për jetë. stuhis mbrojtësim, shpata ime, forca ime në betej. Ai mendon se ka fituar para se të bëhet, por ti më ke thënë çfarë do të vi. Beteja është e jotja, unë qëndroj dhe pres, ti bën armiqtë e mi të tërhiqjen. Adonai do të godas, Adonai do të luftoj. Ligësia rot,
Ligës si arrestojnë një moment, sepse ushtria jote është e madhësht me huati. Në komandën e fjallës tende ata dërgohen për të drejtit dhe rrethohen nga Injilli i Yahweh. Ta i se vend në jetën e tyre dhe i çliron për lavdit e emrit tënd. E vërteta do predikohet, emri tënd do lartësohet në kombin tonë. Alishmëria do adresohet. Pisha do manipulohet. Pa fuqia jote. E do goditen atë një orë të vetme dhe do asgjësohet. Vendos mua në rend, formo rrugën time, nuk do të harroj premtimin tënd sot. Armiqtë mi do të shohin faqen tënde dhe do të ikin me të merr nga prania jote. Ti më udhëheq, unë ndjek në afër për me zjarit, për me sujerave, për me frimës. Asnjëherë me formuar nuk mund të më rrezoj. Ti je mbrojtësim, flamurim, kurora ime. Betejë është e jotja, lufta është fituar. Është fituar tashmë. Lavdi për jetë Gretë të time. A një shpatë që ti do të ngresh në jetën tënde vlla motër. Shpata ti është e përjetshme. Urdhrim me ligjit ti, dekretet e tia, të cilat i ka vendosur për jetën. Kështu ti nuk rrëzohesh nga manipulimit e të ligut. Që ti forcohesh dhe qëndron në betejën tënde. Por duhet të bësh diçka, do të marrësh një përgjegjësi në jetën tënde, me kë do jesh? Do jesh me sistemin? Do jesh me manipulimet? Do jesh me filozofitë? Apo me vullnetin e qiellit që ka folur, kretuar, fjalën, ligjin, urdhërimet, porositë e tia? Të patundura për jetën, nuk jetë monë. Vendos mua në rend, formo rrugën time, nuk do të harroj premtimin tënd sot. Armiqtë mi do të shohin faqen tënde dhe do të ikin se gjykimi është i Zotit. prania jote. Ti më udhëheq, Lavdi për jetë. në afër për me zjarit, për me sujerave, për me frimës. Asnjëherë me formuar nuk mund të më rrezoj. Ti je mbrojtësim, flamurim, kurora ime. Ti je kurora ime. Ta ujti me gjatë. Lufta është fituar. Lavdi për jetë. Ti do të vet. Vullneti ti do të vet. Unë ngrezorin tim, gresh patën time, Për gjithmonë me shpatën tënde. Për gjithmonë o atin. Si mund të largohemi nga urdhrimet tënde? Në viti ta kam hojtu fjallën tënde, ligjin tënd, urdhrimet tënde në zemrën time që të mos më katoj kundra teje. Si mund të largohemi nga festat tënde, përsosurat të përjetshme, që do mbajnë ku të vi biri tënd Mesian Jashuan. Kombe do vinë të adhurojnë ty në festat tënde, në festën tabernakuve. Ka një muaj ri në tjetrin, ka një sabat në tjetrin, do të vinë të bje në gjujnë për para teje. Si mund të largohemi? Si mund të largohesh vlla motër? Nuk duhet jetë në atë mënyrën. Nuk duhet jetë në atë mënyrë për jetën tënde. Lutem hati të shikoj e pak sa janë 30 qarë thotë. Kur largohemi nga ligji i tij, çfarë ndodh dhe mund ta prekim më vonë? Adhurimi vërtetë, parësi të madhe, prekudjen, jo me emra pagane, jo me emra që nuk ka folur urdhrimet e Atit, nuk ka folur fjala e tij. do t'i mbaj ligjet e tua. Për jetë o Ati, Me që zemër do të eci në to, mësimi
Ligji ytë është një lambë. Lavdi për jetë. Lavdi për jetë. Gjithmonë hapat e mia o atim. Gjithmonë kur unë dal jashtë dhe kur brenda. Unë ulem në shpatë e ngrije. Ti e di daljen time. Ti e di ku jam o atim. Lavdi për jetë. Ti do na vizitosh në datën 7 o atim, në festën tënde të Pentekost, të Shavuot. Ti do na fuqizosh të njëherë. Dhe na kthesh fytyrën o atë njëherë në emër të Jashuas. Në mëshirën tënde, në hirin tënd o atim. Që një komiton të fuqizohen në lajmin e mirë të mbretërisë në Mesian Jashuan. Të petë të mundrime dhe ligjit tënd të përsosura. Nuk ka asnjë tjetër. Në fjallën tënde, në zemrën time, ti e ditët e jetës time, ti e di zemrën time o atim, ti e di sa e dua ligjin tënd, ti e di sa të dua ty dhe virin tënd o atim, e di si u qëndroj për fjallën tënde, e di që shumë nuk e pëlqen e vërteta, sepse nuk të kanë tyne, se frymrat manifestohen. Gjithmonë për ty o atim, në fjallën undrime, ligje, porositë, dekretet e tua të përsosura, pra to do qëndroj. Lavdi për jetë. Nuk ka hyrje në bestidje pa te. Të vërtetin a mën. Jo me këshilla dhe manipulime dhe filozofi të sheku 3-4. Nuk kemi pjesë në ato zjarre pagane. Nuk kemi pjesë në ato citime, deklarime. Lavdi për jetën. Lavdi për jetën. Ti do ta shtrish dorën tënde o atim. Ti do ta shtrish dorën tënde në këtë shërbesë, ku ti fole për të kronikave 7, 15 dhe 16, që do ktheje veshin tënd për të dëgjuar lutje që nuk vren në këtë vend. Ti e dëgjove lutjen tije, kur e shpëtove motrën tonë, e shërove motrën tonë, dhe na ke shëruar neve në Mesian Jashuan. Prandaj japim lavdi emrit tënd o atim. Japim lavdi për jetë, sepse pa ty asnjëri prej nesh nuk mund të qëndrojë. Secili prej nesh është në mëshirën tënde. Ti na jep frymën tënde çdo mëngjes kur neve ngrihemi. Ti fuqizon, ti ndërton, ti ngrej dhe lartëson ata që është për ullur dhe i drejtë për para teje. Lutem o atim, që komiton të realizojë që kemi shkelu ligjin e ti, ligjin tënd o atim. Jemi larguar ngurrimet tënde që profetët e tritan kanë folur për të ecur në rrugën e drejtësisë, për të mos mëkatuar kundra teje. Me lajmin e mirë të mbretërisë që ti na bashkove me premtimet e popullit tënd tani. Lutem o atim që të veprosh në ato zemrat e vërteta që vërtet duan dhe të njohin ty dhe birin tënd që dërgove. Lutem o atim që na vizitosh në festën tënde, në rinovimin e bestidjes që zemrat tona do deklarojnë për para teje, para qelit, ku çdo dëshmi dhe fjalë dhe veprim regjistrohet nga shërbëtorët tënd. Lutem o atim të tërheqë zemrat e vërteta, të largohemi nga çdo lloj manipulimi, nga çdo lloj strukture që ligu vendos për të mos miqësuar me njëri tjetrin. Por zemrat ndoshta janë çik të ngurta, si shteti me anë të birit tënd. Zemra e këtij popullit është bërë ngurtë, veshët janë rënduar. O lutem o atim të na ndihmosh njëherë. Lutem atim na ndihmosh dhe ta tregosh rrugën e drejtësisë, urdhrimet e ligjit tënd, duke dërguar punëtor në kohën tënde.
kudo që janë ku të dëgjojnë në diaspora apo në Shqipëri, në emër të Jashuas, të prangat dhe manipulimet e të ligut, sqeda që kanë hedhur me çdo lloj manipulimi dhe doktrina të reme për të thënë që ligji tënd është hequr, përzohen në emër të Jashuas. Të fryma fallit të qortohet në emër të Jashuas në jetën tënde, në jetën e familjarëve tënd, në magjesia të bjerë poshtë në emër të Jashuas. Sepse ti do të marrësh vendimarrjen tënde për të veçuar, për të ndarë nga zjarret e etërve tënd, nga altaret që të mbajnë lidhur. Mos e bëj vëlla motër. Mos qëndron ato interpretime, manipulime dhe ushqime që neve bëjmë me anë të shkelit të ligjit. Mos e bëj, sepse ka skllavëri në shkelit të ligjit. Ku duke hequr në ligjin e përsosur ta liri, atë dhe unë ngulmojmë në te, dhe ne kemi arsi në veprat e duarve tona, duke mos qenë vetëm dëgjues të ligjit, po zbatues të ligjit, që në atë ditë të merret kurora jetës, që në atë ditë ti të marrësh veshjen e përjetësisë, të vishesh nga pavdekshmëria. Kjo do të takon ty. Kjo të takon ty në zemrën tënde sot, ta marrësh atë vendimarrje, të mos lozësh akoma me jetën tënde, të mos bësh shaka me jetën e përjetshme, sepse çfarë është jeta që shfaqet për një moment dhe masandaj zhduket dhe nuk është më. Prandaj ne do të jemi mirë me Krijuesin kur të ulemi në shtratin tonë, se kur të ishte dita e fundit, orët e fundit. Mos të shpërdoroj jetën tënde të përjetshme për disa kënaqësi dhe qefe dhe dalje, që sot bota është e lidhur me prangat e të ligut. Nga Zoti i kësaj bote, Satani, Satan, të vazhdon të manipuloj mendjet e atyre që nuk besojnë lajmin e mirë të mbretërisë, dhe të lutem mos u përshpejto për të thënë unë kam lajmin e mirë të mbretërisë. Po të tërë kanë sot si koncept. Por do të kuptosh në atë parë që mëkati është shkel e ligjit dhe do të pendohesh nga ato shkelit e ligjit, sepse ata e prorët dhe ata drejtuesit të kanë thënë që ligji është hequr dhe tani nuk është më mëkati, ndërkohë po ta vazhdon dhe paullësia do shumohet, tha Mesia Jeshua. Ndërkohë ti çfarë do bësh? Sepse të gjithë ata që do ngulmojnë në ligjin e përsosur të lirisë, do të shpëtojnë atë ditë. Dhe nuk vjen në ekuacion besimi tek Mesia Jeshua që sot vazhdon të cënohet nga gjarpri duke sjellë masandaj dhe imponuar një Krisht që apostulli nuk e ka njohur. Më vjen keq, tashmë është vonë. Lutemi që të vonë në jetën tënde, që ti të ndalosë shkelu ligjin. Jetë vonë për çdo manipulim që Satani bën në jetën tënde, në mendjen tënde. Që ti të kesh besimin e plotë në jetën tënde, të përditshme. Sepse besimi o të lartëson, o të rrezon. Flasim për besime të tjera, nuk flasim për besimin që Bibla thot hapësi, sepse ka lloj besimesh. Prandaj ti do të kesh besimin e vërtetë. Ti do të kesh Mesian Jashuan e vërtetë. Do të kesh atën Yahweh, Zotin e vërtetë. Por ne do të lexojmë pak, të shikojmë që ka me qindra vargje që thotë ligji tim është i përjetshëm, karakteri tim shprehet në to. Ne e dim atë moralin që shikon sot në një shoqëri që vetëm e manipulon ligjin që përbën sjelljen e njeriut. Ndërkohë, masandaj kur një person citon emrin e Krishtit, automatikisht sjellja e tij bëhet e përsosur. Të kur ka ndodhur kjo gjë? Shikoj pak jetën tënde. Ku je? Dhe vllai nuk po ta thotë për të masandaj për të sjellë diçka dhe jemi ne më të mirë se dikush tjetër. Por duke filluar çdo javë, ti shkel sabatin e tia, dita e 7. Atëre, ku qëndron zemra? Bën përgatitje për festat biblike? Që Mesia Krishti i Biblës praktikovi për 31 vjet? Po vjen Pentakosti vërtet, do flasim çik për çdo lloj zjarri në për ekrane. Dalin zjarre në për ekrane, ndërkohë ka shumë zjarre të altarëve,
të balit që mbajnë penjë një person, me ndjenja, me manipulime, me zhveshje, me deklarime, me citime. Shikoj çfarë fruta janë sot. Sepse vjet një muzikë, është një ndërtesë e mirë, është një mikrofon i fuqishëm dhe ka bokset në rregull, dhe është lyer mirë ajo godinë dhe ka karriket e bukura. Po gjendja e zemrës tonë, ku ndodhet? Zbaton urdhrimet e atij ligjit, kështu ti nuk më katon? Lexoj një në jetën tënde, Psalmin 119, që çfarë thotë. Fillon që në fillim. Ka thënë, i bekuar është ai që ecën pa njolla, duke ecur në ligjin e Yahweh, që është emri i tij i vërtetë. Sot janë citime, janë vetëm do t'i shkoj çikun atje, do vete këtu, do ta marr çik për siptazi pa kontekstin, pa lidhjen e çdo harmonie dhe rrjedhshmërie të një kuptueshmërie të vërtetë që mendja dhe zemra e atit jep dhe ti ta bashkosh. Po do bashkosh me frikën, do bashkosh me çdo lloj manipulimi që vjen. Se ju e dini motra, është frika që e çon njeriu ndiku. Është frika që e bën njeriu të vrapojë. Lutem atit, le ta heqim pak këteja dhe të vëmë shkrimin me njerë, të vëmë shkrimin. Një moment. Lavdi për jetë. Jo, të ndikën prapë, këngën që të rast ishte duke na shoqëruar. Një moment, të lutem. Dhe do vazhdojmë me shkrimin, për lavdi të tija. Okay. Halleluja. Lavdi për jetë. Në ekran ti shikon një libër të mrekullueshëm që biri Davidit shkruajti. Do t'jesh në dini dhe vllai t'inkurajon në zemrën tënde që farisejt e shekut 2-3 të kanë hequr disa libra nga Dhjata e Vjetër, që pasaj Perëndimi në përkthimet angleze të Biblës i morën atë pakete që farisejt të dhanë botës. Dhe këto gjëra vazhduan, masandaj ke versionin King James që vjen nga farisejt. Por unë t'inkurajoj që janë disa libra që përcaktojnë zemrën e atit që janë pjesë e shkrimit. Një prej tyre ishte Urtësia e Sholomonit, emri i tij i vërtetë. Dhe si tha, duaje drejtsinë dhe po e drejtohet fillimisht sundimtarëve të tokës. Duaje drejtsinë tani ti më njëherë duhet të kuptosh se çfarë është drejtësia dhe se do flitet gjatë tërë kohës, kështu që do ta hedhim vargun e parë për të marrë themelet e shëndoshta, kontekstin e dur që përben në këtë rast përben dhe zemrën tënde, përben që ti ta kesh në jetën tënde. Ta kesh jo vetëm në këtë rast në dëgjim, por në zbatim. Lavdi emrit të tij. Ja një moment.
Nëse, dhe mas andaj. Okej, le të vazhdojmë aty ku ishim. Vajton zemra për shumë aspekte, por nëse duhet drejtsinë. Çfarë është drejtësia? Dhe me njërë duhet të shikosh në ekran, që drejtësia përben jo dëgjimin në këtë rast të karakterit të atit, të urdhërimeve të ligjit, por zbatimin e tija. Ja, në këtë rast po e vëmë Zoti për ta kuptuar, okay. Sepse jo ata që dëgjojnë ligjin janë të drejtë përpara Zotit, por ata që zbatojnë. Tani këto deklarata nuk janë deklarata të pakta. Nuk janë deklarata do si do që apostulli po i bente kishës në Romë, që ti dhe unë të marrim prej urtësisë që zbret prej qelit. Mas andaj thot që këta grup personash do kenë mundësinë, duke mos mëkatuar, duke zbatuar ligjin, do të shfaqsohen, ringjallen, të vishen nga përjetësia, nga marrin kurorën e jetës. Tani, zbatovi ligjin Mesia Jeshua Krishti i Biblës? Ishte i drejtë ai? Ishte. Tani, kur ai ishte i drejtë dhe zbatovi ligjin, përse ti dhe unë do të bëjmë diçka tjetër? Ndërkohë vllai po troket në zemrat që janë të përullura për ata në Shqipëri apo kudo që jenë në diasporë, që kanë vërtet një zemër për të ecur në këtë rast me çfarë thot qelli nga ana e përgjithshme. Dhe qelli thotë nëpërmjet apostujve, thotë që duke zbatuar ligjin e tij, nuk mëkaton dhe je i drejtë përpara Atit. Dhe lutja mas anda dëgjohet dhe ka shumë aspekte që do të shikojmë më vonë. Tani, si mund ta vëmë neve balancën në jetën tonë? Ti si mund ta vesh balancën në gjërat që ke dëgjuar për vite dhe gjërat që po dëgjon tani, që janë të shkrimit, janë me plot vargje, që vllai po të sjell dhe vargun e masandaj dhe ti mund të gjykosh vetë. Tani, në qovë se sillim këto vargje që përbejnë ecjen tonë, urtësinë e kohës, duke ditur që palishmëria, shkelet e ligjit, njolosjet, do shtohen të orët e fundit, së sta vetë Mesia ne, Mateu 24. Tani, ti dhe unë, çfarë rrugë do të kemi? Në shpresoj të kesh arritur deri këtu, sepse persona ka që dëgjojnë pak, u lëvizën pak emocionet me këngën dhe kaq në rregull dhe wow, okay, amen, e bëjnë një koment dhe mas andaj vazhdojnë me të njëjtën rrugën e tyre. Ndërkohë, vllai po ta vej në këtë rast si thotë realisht shkrimi, ajo fjala lum do thotë i bekuar. Më fal, të bekuar janë, të bekuar janë, si që është realisht. Të bekuar janë ata, që grup personash, të kanë një rrugë panjolle dhe si e bëjnë ata. Eci me ligjin e Jahwe, Atit. Ti ndoshta se kishe vënë re këtë varg në jetën tënde, sepse normal, unë jam fajtor për vetën time për shumë vite, dhe se në këtë rast ishim në shërbesë dhe kisha madhe, masandaj pretendoheshe, 1200 veta, gjërat, duar në çdo vend, ministrin e burrave, ndihmës pastore, normal që pasa u vun duart dhe një moment panë që duhet të dërgohesh dhe u dërguam, masandaj, siç po dërgohemi në popullin tonë. Dhe ndenjtëm 7 vjet mbas unë të shikoj një ditë fotot, masandaj po video të caktuara të asaj shërbese. Po gjithsesi, i shumëzuar me zero disa palishmëri që na thanë ligji i Jahwe është hequr. Dhe masandaj na thanë që tani për të ecur një rrugë panjolla ti duhet të ecësh me mua. Sa ka sot që ecin me të tjerët sot? Sa ka sot që sa po e hoqa të strukturën e përsosur dhe themelet e shëndoshta të një shoqërie, të një individi sot që kemi nevojë? Sa
ecin sot me njerëz. Sa shikoj online, sa të dala ka, sa deklarime. Erdhi filani do na japi këshillën si theshte, masandaj do na japi këshillën për si ishte, ja një moment, për familjen. Okej, ja ta shikoj një moment. Për familjen. Në tua familja, thotë, familja tënde ka nevojë për një fjalë nga Zoti Jahve. Okej, po kjo familje dhe personi që shikoj këtu me që vjen me ato titujt masandaj, pastor, doktor, i nderuar, apostull, profet, në të njëjtën vend. Ndoshta për disa ngjo, po jo çan këto gjëra. Po, ndodhin sot këto gjëra. Duke vënë 5 tituj një personi në atë moment. Me që aty shikon që ka një manipulim nga i ligu që nuk duhet jetë, por është dhe to misionet që janë në Europë masandaj, si dalin të mësojnë kësaj familjes. Në atë pari mësojnë kësaj familjes si të ecin panjolla. Profesori Jose Antonio de Castro, një postim masandaj. Po, fjalta urta 22:6, çfarë thonë? Çfarë të mësojmë këtyre fëmijëve që është pjesë, fëmijët janë pjesë e familjes? A nuk do të mësojmë rrugët, urdhrimet, ligjin e Atit, që ata pasandaj nuk do mëkatojnë rrugën e tyre dhe do jenë në një rrugë panjollë dhe kur të rriten nuk largohen prej Zotit Jahve? Jo, nuk e bëjnë, sepse fillojnë manipulimet e dishepujve të Luterit dhe të protestantëve që lindën në 1600-ën dhe thanë që ky ligji është hequr, nuk na duhet më. Dhe ec me mua, prandaj sot cënohen masandaj dikush kur i thuhet që po ndjek një person, po ndjek njerëz që donin të diqnin sinagogat e judenjve. Nuk ka rëndësi, është një popull, nuk del me frymën e vrasjes. Nuk i thua tash do djekun filan francezët apo do djekim këto, do djekim ato. Nuk ka rëndësi. Kumbi. Janë gjëra që janë palishmërie. Dhe ndiqen masandaj dhe i shikon postimet, masandaj reformimi i manipulimeve të frymrave të vrasjes të Martin Luther me gjithë Calvin që dogji 2 të gjallë në Zvicër. Unë në Gjenevë në 1600-ën dhe citoshe masandaj citosin këto gjëra vazhdojnë citohen për mbledhjet e tyre. Dhe shkruante dikush tjetër masandaj, tha po Olger, tha unë nuk të njoh. Okej, kur nuk më njeh mos fol. Sepse përse u mërzite në ratë parë? U mërzite sepse të ekspozova altarin e zjarreve pagane të Luterit. Nuk të thash që ti je, thash që ky Luther ka thënë dhe me njëherë librin e tij në 1500 ku citonte gjëra të tilla dhe jo, nuk është nevoja, ja, po nuk është, okej, vllai, këto gjëra e ka folur, por më vjen keq për disa që vazhdojnë të t'i mbajnë fort për këto gjëra. Do t'i mbaj ligjet e tua, me gjithë zemër do të ecin ato. Masimi yt është një llambë për këmbët e mia dritë, për